Mendoj që sa herë postojmë diçka, kishte me qenë mirë gjithmonë me pas një mesazh. Një mesazh kur vjen puna te arritjet, pse mos me tregu një arritje tonën personale, nuk e shoh si gabim. Mirë po, kur vjen puna me tregu një me qenë vlerë e jotja, ose me të vlerësu njerëzit për një pushim të mirë që pe kalon, për një vetur luksoze, për burin ma të mirë që e ki, për dashurin ma të bukrën që jetu, atëhere veç po hu për mbajtja, sepse është e vërtet edhe unë jam pjesë e publikut, kështu që edhe unë du mu dok mirë po nuk është... Kja arsye ndoshta pse dukesh mirë, takohesh me dikë, je përkushtu, ose në jetë profesionale njeriu rregullohet vishet dhe mund ta shkrep një fotografi, por të marrë një valigje me vete, në një vend të vetëm për me undru 3-4 herë, pastaj është dikush e ka dhe është një rikalimi i realiteti. Do të po fillojmë me hup vetë-vetën, absolut mo nuk jemi të jetu momentin, as nuk e din ku ki shku, nështë e ki pa para prakisht vendet për mi vizitu, për me bu një foto. Mu më ka ra me taku edhe kësi njerës shumë, që janë për keqardje, kom pas edhe pjesë shoqnise, familje, kjo është, nuk e di që shme thonë, është shumë e koncentrume në qëtë aspekt, dhe me thonë ne edhe si shoqni, po hupët për mbajtja, e kom pa që vlerat e tyne janë pushime, është një, s'pëdi, një vetur, është një diçka që e ka ble, kështu që tash njerëzit kanë fillu edhe mu vetë disu, me pa që jo gjithë shka që ka postohet është realitet. Qka është qëtësuse në ditë të sodit, kur unë shoh shumë profile, nëse veç po folim tash për rjetet sociale, sepse është edhe pjesa sociale jashtë rjeteve, është edhe familja, nuk e ki asni pun, nuk e ki asni vlerë, mirë po ki qatë shumë shikueshmëri, vetëm për robat e shtrajta, për jahtat, për avionat privat, për çantat e shtrajta, do me thonë kjo është bash e dhimbshme, sepse kjo të kallëzon kush je ti. Ti e një çantë, ti e një udhëtim, ti e një veshje e shtrajt, nështë edhe që e kish vesh një kukull, se shia jote aty na vjenë në pytja. Kjo është e dhimbshme, kështu që në këtë aspekt mu po më dhimë në trit, sepse influenca është shumë e madhe, trit edhe të rejat, sepse ne gjithmonë po koncentruomi të vajzat, mirë po edhe mashkujt e kanë një presion shumë të madhe, që i jipë që gjithmonë duhet me investu në dikan. Kështu që ta hekim këtë problem. Kena me, sigurisht në bazë pyetjeve ka me pas shumë me vazhdu. Apo i bëjmë të njëjta gjëra nëse askush nuk do i shente? Menoj që jo, si këshim bo njerës, po ma tepër, do me thonë për me pa dikush tjetër, që shetë cika ma herët, ishin konë shumë ma qetë, besoj që si këshim bo. Do me thonë shumë